kush fitoi pushtetin lokal në Kosovë. Do të kemi mundësi që bisedojmë me analistin politik, jeton Halimi njëkohësisht jurist, për të vlerësuar e vështruar zhvillimet e ditës së djeshme, veçanërisht rezultatin zgjedhor në Kosovë. Zoti Halimi, mirë se erdhët. Faleminderit, kënaqësi. Si e lexuat këtë hartën e re politike të komunave pas balotazhit? Po lore kjo dhe si shqetësekët, tash është përfunduar dhe çështja e zgjedhjeve në rondën tjetër në për nivele komunale, në zgjedhje komunale, dhe shpresoj që kanë fituar ata që kanë merituar dhe sovrani ka votuar në çdo komunë, qoftë pikë qytetit e deri te komuna më e vogël atje si do qoftë, dhe unë shpresoj që mase na dhanë edhe me qëtan një plus të mirë, besoj që Kosova më në fund e kaloi një test dhe po din me organizue zgjedhje të mira dhe të lira, po ato gabimet teknike që i ndëgjova me çështjen e vendvotimeve është një problem madhor, po se di sa kanë mujt me kap kolegët tonë dhe mikurin profesori që e ceko, mu vetëm është një çështje mes një par konflikti thuj administrativ mes Ministrisë Punës Brendshme dhe nivele komunale që s'kan marrëveshje memorandum bashkëpunimi. A kanë pas, s'kan pas e di, se tash ka dalë mi bo adresat e shtëpia banesave update përmes e-Kosovës, edhe shumica që se kanë bohe, automatikisht sistemi i ka qitë për shembull ku e ka rro. Për shembull tash unë kur ja kam bë update, unë votoj në shkollën Naim Trashi, sa të kon shpilazh të mazherve, dhe kur ja kam bë update, është dash direkt Ministria e Punës Brendshme me komunën e Prishtinës me komunikun e emitet se dhonat mi dal, jo me shku ekstra ti në komunë të Prishtinës, apo me hi prap në Kosovë me bo update për herë dytë, që e ke pas aty adresën. Dhe ky është konflikt, apo një farë keqkoptim, apo marrëveshje, dhe kur kom pyetën në zërtar, përsani, pse unë kanë qitë këtë shkollën të Radio Kosova, që shthirët, në përpara kemi thot para luftës Fajkunica, dhe kur më ka thonë jo, do të me hi edhe një herë me bo update, se tash edhe me ligjet Bashkimit Evropian është kryesore dhe kruciale adresa e personit apo personave tjerë që jetojnë këtu dhe do të me bo update, por se mu nuk mundesh me nxerr as patent shofer, as let njoftim, as pasaport në Ministrinë e Punës Brendshme nëse se ki adresën e saktë, se për shembull te lëviz për një lagje tjetër ose e kon me qirase ke ble shtëpi apo banesa në Alsesat, do të rregullosh, dhe është ky një parim me Bashkimin Evropian se pa adresë më dhe kur nuk ka pas një farë lobimi nga ana e Ministrisë Punës Brendshme dhe komunës dhe përçamje dhe ato pak polarizimet mes komunës dhe ministrisë nivelit qendror dhe nivelit komunal, por reflektojnë të popullatët dhe këto gabime po zhënon dhe po psën prapë sovranën e qytetarit. E ndiva shumë mirë profesorin që ato faktikisht thuhet jo gabime teknik, po ato gabime qëllimshme, se përderisa Ministria e Punës Brendshme që është. Po pse qëllimshme? Po fiton. Po këtu sfiton asnjë kit humb edhe Ministria e Punës Brendshme, edhe komuna po çështë kryetare, edhe sovrani ka drejta atij për të përcaktuar se kur do ta udhëhesh. Edhe dëgjoj shumë mirë që thanë prej aty në komunë Gjakovës ka shku një unik. Ja, pra, nga komuna Rahovecit kjo ka bërë në 15 tetor, nuk e di për balotazhin. Edhe tash që thash, kjo është saktë parlamenton se nuk kam bërë në promotion diçka që Ministria e Punës Brendshme bashkërisht me komunën do të më njoftojë qytetarët, qoftë përmes në për qytete, qoftë me shtande, me dalë me ekipe mobile, se kështu është procedurë do të me bo. Dhe ato pasoja se cili po më not me lënë fajin, dekon dhe fajin po mbet jetim, po qytetarët po pësën lirik. E kjo është, nuk e gabim të kjo, kjo e gabim i qëllimshëm që e lënë Ministria e Punës Brendshme dhe nivelet komunale. Të ma sillni një grafik të komunave, ju lutem regjia. Do donim që ta vështrojmë. Kjo është pra, e ka marrë online, e publikuar hapur, dhe kjo është harta e fuqive politike në komunat e Republikës Kosovës. LDK-ja dhe vetëvendosja kanë nga 7 komuna, PDK-ja ka 6, AK-ja ka 5, dhe tutje. Po disa serbe është më madhja, se përket numrit komunave. Po u shprit është lista serbe dhe tash
edhe tash shkojmë, e përmenë shumë mirë televizja vendose, tash i ka fitu edhe këto komuna tjera të bo 7 dhe me LDK dhe shpresoj që tash LDK-ja dhe televizja vendose thuja që jenë këto ganjena me tjetra kush po ka, për që është banimit besoj që është matje që ka mbot si pas exit polleve dhe si pas rezultate, prap LDK-ja me numër të popullatës prinë ma shumë me që kanë votu me votus, është e para, se lëvizja vendose, dhe për fatkeq lista sërbe prapë po dele para edhe para LDK-s, edhe para LVS që është të dëshme, për ja pra e gjithë aj potenciali që u konë kundër lëvizjës, lëvizja vendose kundër listës sërbe, prapë ju ka këthy një farë lloj për të kërë se prapë e ka dalë fitimtar, si që thatë edhe ju, besoj që tash lëvizja vendose e ka një sen në dorë, se dinë qa ka bo me politikë kundër listës sërbe, unë s'pem për listën sërbe, po reagimi publik në opinion dhe ato par polarizime mes lëvizjeve vendose dhe kryeministit në detyrë kundër listës sërbe e ka prua këtë inatin politik dhe jenë mobilizue lista sërbe që me dalë ma shumë me komuna, bile u pa shumë qartë një kryetari komune që dha dërheqe dhe ja pra e fitojnë një komunë tjetër, ma shumë që kjo është e dëshme edhe për vetë politik. Po të partit politike shqiptare, do më thonë, LDK-ja është shpërndar në anë të ndryshme të Kosovës, sikur se duket në hartë. Regjia dhe njëherë hartë, një lutëm. LDK-ja është shpërndar, Prishtini, Stokpej, Junik, Dragash, Lipjan, Viti, shie AK-ja kryesisht në rrafshin e Dukagjinit, në perëndim të Kosovës, e vetëvendosja kryesisht në lindje të Kosovës. A është regionalizimi partive të mëdha? Po tash lëvizja vendose ka pas fokusin më shumë në Mitrovic, se e gjithë aparati shtetënor o koni koncentrum atje dhe në komunë Prishtinës. Për komunë Prishtinës e mujti për parim Rama Zotën Arola Qeku dhe qysh o flin çdo studio tjetër se Prishtinasit nuk e vetojnë njëri të ujtë pa kur që personale, po dihet ku votohet. Edhe në Gjakovë Adrian Gjini nuk ka me mujt pavarësisht që o kone edhe tjetë Gjakovës, po ja pra ati një punë të madhe ka bo zote Adrian Gjini dhe e ka fitu bindshëm kundër kandidati tjetër që është edhe nga Gjakova, besoj, por këtu në Prishtinë besoj që ka votue ta mund qytetari për njeriu në vetë. Tash po deli keq në opinion, po nuk ka të keqe kur që personale, sere kemi thonë edhe thonë prapë. Nuk mundet me qeveris një njeri, Zoti Lënek që s'ka sentiment për kryeqytetin, dhe nuk mundet me qeveris një njeri që si dinë gjenezën e problemet të prishtinasve. Kjo shumë është e qartë dhe jemi dhe vjedhimisht nëse cilën komunë ma mërmendja. Sepse tendenca ka qenë kryesisht që të fitojnë ata që kanë qenë kryetarë. Fiks. Të mos bëhen shumë ndryshime. Sa vetëm në 4 komuna kemi vetëm në 4 komuna shqiptare, pra, kemi kryetarë të ri. Do më thonë është Mitrovica, Obiliqi, Fush Kosova, Obiliqi, ku fitojnë vetëvendosja, nuk i ka pas më përpara, edhe Kaçaniku, ku prapë është PDK-ja, por është tjetër person, nuk është kryetari. Po janë angazhuar nga Maqedonia, janë angazhuar, janë pa të komunikue tash edhe kryetari komunës Qajri, Zoti Izet Mexhidi, are ekskluzivisht për në të komunë kanë dalë në rrjetet sociale që ka komuniku se çështjet njerëzit e kufinit janë të lidhen me shqiptarët e Maqedonisë Veritativ, sidomos me Shkupin, me Qajrin dhe kanë lidhen martësore familjare atje. Si domethënë kanë ndiku politika e Maqedonisë, njëjtë sikurse ka ndiku politika e Kosovës me pesqesh. Tash Albin Kurti kanë një mandena është Anasellas dhe është një to be atë dhe benefits dhe kjo që është u po shumë është e çfarë do të lërek se kjo është tema monit mirë unë ta kthej, që është e dëmshme, po si të qoftë këta politikanë këti Ballkanit perëndimor lirik është e dëmshme se ata po ja bëjnë argot njën tjetër, po në qendër atje në institucionet e Maqedonisë Veriut atje duke u pushtësu shqiptarët atje se e kemi pa qeveria, edhe kemi utilizuar atje në Shkop atje, din shumë mirë se
çfarë niveli kanë qenë shqiptarët atje e ku kanë rrot tash, besoj po mami t'ja lëmi komës dhe të bindët se ka ku alerik shqiptarët do të mja qelë vetëm sy me gisht. Tash po flitës e edhe gjua shqipe, që ku në agjensioni gjua shqipe dhe di miku jem profesori tash ambasador që ka themelu agjensionin e zbatimit gjuhës, Ilber Sela është profesor universitar i Njok, ka ligjeru edhe këtë, ka themelu edhe unë kam qenë të e di me çfarë mundi, me çfarë asën edhe tash një agjencion i zbatimit gjuhës mu hek krejt, është të dënshme dhe gjua shqipe nëse preket a i bjen le po shtërsimi shqiptarëve, po kamera në zhvlerësimin dhe u jarësisht tash edhe kryeministri atje që është Miskovski duke pushtërstuar shqiptarët, duke i thonë çdo sene ka thonë Maqedonia është e jone, shqiptarë mos ja lënë dhe ka ardhur në atë nivel që ka fituar dhe këto zgjedhje komunale u shpar shumë është e qartë, e kanë humb komunën e Korçovës me ndihmën e shqiptarëve vetëm për natë politike dhe për kalkulimin politike, ju shtot për një pleshtë të shkrin shqiptari i argonin, edhe kështu që kanë ardhur ato polarizimin në Kosovë edhe njëherë kemi një tjetër grafik për banorët, sepse u diskutua edhe në këtë pikpamje gjatë ditës së djeshme në masë konsiderueshme. Pra ky është numri i banorëve që qeverisë secila parti pra në komunat ku ka fituar. LDK-ja qeverisë pra në komuna dhe në tërësi numri i banorëve që i qeverisë LDK-ja në komuna është më i madh, më shumë se 550.000 banor. Këtu natyrisht dallimin e bën Prishtina, kuptohet, si komuna më e madhe me numrin më të madh banorëve në Kosovë. Por PDK-ja është e dyta. Për nga numri i banorëve të komunave që i qeverisë. Edhe PDK-ja ka rritur të lirik me rujt elektoratin e vet, në ato komuna që ka pas dhe se votuesit e PDK-s janë besnik ndaj partisë dhe ndaj leadershipit të asoj partie dhe nuk lëvizin votat e tyre, më është një marrë vogël 2% maks, avdin se jenë të përbetuar ata dhe e votojnë partinë dhe kënd tjetër pa kur një farë lloj presioni, pa kur një farë interpretimi, po besoj që ju kanë ndalë besnik dhe i ka rujt, po tash këto komuna e Mitrovicës jugët që e hopën, besoj u po botresh se zoti Kurti që u dul media ka interferuar atje që është të dënshme për një kryeminist në detyrë me shku atje më angazhu bile para sa kohë dhe FSK-n e ka angazhuar. Po çka është tash i zoti Peci? Është ministër në detyrë, deputet a kryetar komune? Po tash normal tash kjo është edhe politika, thonë na, aty kur dalin para media thonë na nuk e shkelim kushtetutën, valla pa shkel kushtetutën me 5 kom, jo me as 2 kom me kry, a vëdhen? Në aftërimi popullor jargonin lërik. Edhe tash po kjo është politikë kalkuluese vetëm për njerëzit e vet, me instalu se jo rastisht të kënë implikom me përsëris tapet aparati komplet shtetror atje se i gjithaj investim pe fillimin qeverinë Mitrovica atje dhe tash nëse kishin humb Mitrovicën Albin Kurti Elizia vendosje me Pecën atje, besoj që i shkon një dështim fatal dhe tash sulojnë përmes Mitrovicës nëse shkojnë zgjedhjet shpërshit që do të shkojnë zgjedhje me kthy apet poshtë. Edhe njëherë grafika me komunat me hartën e Kosovës, të lutem, cila është partia më e madhe në Kosovë? Vetëvendosja është në kuvendin e Kosovës së para, e dyta është Partia Demokratike, e treta Lidhja Demokratike, jo këtë tjetrën, Reqia, me hartën e Kosovës tash. Po, tani 7 komuna LDK-ja, 7 komuna vetëvendosja. Por nga numri i banorëve më shumë qeverisë LDK-ja se sa vetëvendosja që është prapë e treta. PDK-ja në për 6 komuna. 6 komuna, po me njerëz që kanë votuar më shumë me banor. Cila është partia më e madhe në Kosovë tash? Po tash po del sipas votimeve që ka dalë me çështë banor, po del LDK-ja, se ka më shumë popullat që kanë votuar LDK-n në për komunat. Të fillu pi këto atë komuna e Prishtinës, çdo komunë tjetër sipas aty statistika që nëse na bën zgjedhjet në dhjetor. Po. Që rreth vitit të ri, nuk dihet a do të kemi programe festive për vit të ri, a do të kemi debate zgjedhore. Nëse shkojnë zgjedhje, po ndonjë zgjedhore, po ndonjë vit të ri si vjet vesh në për Facebook asa nëse zgjedhja apet që a do të jetë atë LDK-ja partia e parë nëse mban zgjedhjet në dhjetor? Tash unë shpresoj që LDK-ja ka medalje para me këtë rezultat që ka, i vini mobilizim ende LDK-s, tash ka kallzu
LDK-ja është një parti shtetëformuese, edhe kjo PDK-ja, edhe besoj që... Po ku është vetëvendosin nga para të dyta, unë besoj... ku është PDK-n, pastaj është e dyta aktualisht. Nëse hipotetike, nëse shkojnë në zgjedhje, nëse e marrëm një analizë, një ndërrum lirik, dhe bot 9 muaj prej certifikimit të zgjedhjeve nivelin qendror për Kuvend Kosovës. Dhe nuk është themelu institucionet e mbikëqyrës të Kosovës. E kemi patë sagën e Kuvendit, i kom votat, si kom votat, votoma duke viktimizu, duke ju qitë mjegëll sovranit popullit dhe votoma kryetaren e kom votat për qeveri dhe duke këtë një mashtru tipi klasik që se pat votat për qeveri, as për Kuvend dhe tash një qytetar i vetëdijshëm dhe tash shkon thot one prapë votoj lëvën. Po të votoj në rregull, po ja pra 9 muaj ditë ka majt pending dhe nuk ka bo institucione. Buxheti është ende që nuk dihet a do të votot, a do të kaloj. Çështjet ekonomike sociale, dihet sistemi juridik, e kemi thonë, është zero dhe shporta qytetarit është drejtu dhe është zvoglu. Dhe ta çdo familje që del me ble për 1-2 sene, përpara nëse me 100 euro ke ble 5 sene, sot i blin 3 sene. Ku janë rryma ato komunale që do të mi pagu dhe kështë këto faktin tash qapi jetë një shtetaret me dalë me një familje me angë një dark apo të qapo për një kafe që s'po jetë qoftë të stresën matë varfën pensionet jënë rritë pak pensionet po këto një ka qitë rrymën ma shtrejt dhe po flitet që dhe ketë shtrejtim prapë, ta shohim dhe zotin mës të ketë po shpresojme Zotë Alimi kemi një video që ka bërë gjirot pa fund të rrjeteve nga dje dhe ka pas vëmendje të madhe. Na sillet të plotë regjia një koment pastaj nga zoti Jeton, por ta përmbyllur këtë bisedë. Fotografu mu s'lejo. Ja, hajde nalë. Fotografu të s'lejo. Ministri, dush me dit ligjet më mirë. Jo, Dush me dit ligjet më mirë para se më fotografu mu. Apo një shihem gjykat gjelat. Kjo ishte videoja e përballjes një incident pranë ministrit në detyrë të punëve të brendshme Xhelal Sfeqla dhe një aktivisti të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Sfeqla ndalon e fotografon sepse thoshte se ka një shenjë të vendosur në sako me logon e LDK-s dhe pretendon se po bën shkelje ligjore aktivisti. Ai nuk i jep lejen për ta fotografu, ky gjithsesi e fotografon, edhe ja thot disa fjalë. Është konsideruar luajtje e rolit të fortit, s'ke çfarë më bën mua. Si e pat ju? Kjo është shumë të dëshme dhe është mund ta thojmë që është një fatkeqësi si një ministër i tillë në detyrë i punëve të brendshme që e ka një polici mbas vete dhe bën këse sile ndaj një qytetarit të Republikës të Kosovës dhe i veshur me petkën e ministrit në detyrë dhe besoj që është shumë është e keqe dhe dëmshme dhe do të me gjunjëzue këtë veprim të zotit ministrit Sfeqla dhe ti shonë në vend ati në njeriut aty une të të mërësha veprimi juridik me dhe të thesha policin dhe inspektorët policor. Po ti do ta thjesha ishte një gjaliri. Po si do të qoftë edhe gjaliri mu dok që ishte madhor, besoj që po ja pra nuk e ka ditë ligjin apo një lloj provojëse, edhe ministri ka bë veprime kundërligjore që ka fotografu me ligjet e Kosovës. Lejohet vetëm me urdhën policisë, prokurorë dhe vendim gjykatës të fotografot ose të bën masa në shefta. Çka të më thënë kjo fjala hajde nalëm kur thot ministri? Po ajo ka kallzu petkën e tij që është i veshur me petkën e policit së shtetit, sa është ministër në detyrë punën e brendshme, tash e ka një polici mbas dhe ka kallzuar një par azgjinllëki që është e dëmshme dhe një kulturë që ai ministër nuk e qenë, nuk do të me lon as administrator në Ministrinë për të mësë, e lere me të hallesh një polici që është me mira në Balkan. Na mburre me, ja hekëm kapuqin 24 orë policisë tonë
mund të ketë raste individuale, po të raste të izolume, dhe ky ministër, sa ka qenë në opozit, i ka sulmu stacionet policisë dhe i ka kallë stacionet policisë dhe i ka rrotullu kerret e ulekshit përpara se tash bashkëpunojnë me ta, dhe kjo sjellje e keqe e dënshme është pasqyrë shumë është e mirë se kush na ka dhesh me ministrinë për të mbrojtshme dhe nuk do të njëllosë këtë ministria për në do të njëllosët individi dhe njëri i parë që është zotës Sveshla, më konë në vend zotës Sveshla. Unë kur në ministri më nuk e kisha shkel komën, kisha kërku falje publike ati personit dhe i kisha, që vjen ajo shprehje popullore, unë i kisha vjedh në rang dhe mos si shamerë. Sa e sjellje tina dhe një par ato e bojnë vesh njerëzit e këshi që minxë shpresën të rafën me njerëzit pa edukat dhe as më pak ministrën në detyrë i Republikës Kosovës, i qeverisë Kosovës, po ja pra ka njerëz që edhe kësej mban Albin Kurti afër vete dhe besoj këto sjellje të ministrës Sveshla kanë me dëmtu lëvizje për vendosë edhe Albin Kurti në zgjedhjet që po synohet të mbahet paktën ka fundi i mujtarshëm që është edhe muji i fundit kandelarek i këtij viti dhe shpresoj që zoti Kurti të thirr mendjes dhe ministra pa adekuat dhe njerëz që janë tamam për atë ministrim në dhesh mos lehen në kabinet se ja pra këtë një njeri i rëndont mund me fajsue ministrën e jo aqëtarin. Ai edhe me ligjet edhe me rregull KQZ-s është mbi 25 metra larg prej vendit. Ai voglush aty, ai ke prej qendrës votimit i ka përmi 50 metra aty që faktikisht ministri ka bërë shkelje ligjore dhe ka bërë vepra penale që ka fotografu. Dhe jo ai djali simpatizant i LDK-s ka drejt me kushtetutë me ligje. Ku ndushte me qitë këto. Por jo brenda në shkolla, ishte jashtë shkollës. Jashtë të borët të shkollës. Lartësia është, qendrës votimi. sipas rregullorës të KQZ-s, e ki 25 metra prej ku votohet. Ai djali ishte jashtë. Komplet jashtë që nuk ka kur gjo me qendra votimit, po ja pra këta janë ministrat. Këtë shkolla nuk lejohet, kështu tha. Zoti Halimit, faleminderit shumë që erdhe sot në u bashkove në emision. Kënaqësi, faleminderit si gjithmonë.